Gjatë viteve 60, burgu i Alcatrazit fitoi një reputacion si burgu më i izoluar dhe më i largët në planet. Vendodhja e ishullit të bënte të pamundur çdo arratisje. Gjatë gjithë historisë, 36 të burgosur përpoqën të arratiseshin, por asnjëri prej tyre nuk mbijetoi ose nuk ja doli. Megjithatë, kjo nuk ishte e vërtetë në qershor të vitit 1962. 3 të burgosur u përpoqën të dilnin nga shkëmbi, duke u hedhur në ujërat famkeq të ftohta të gjirit të San Franciscos. Ata nuk u panë më kurrë dhe askush nuk e dinte çfarë kishte ndodhur, derisa policia mori një letër misterioze në janar të vitit 2018. Zyrtarët lokal besojnë se ata u mbytën, por ka të dhëna që sugjerojnë se ata në fakt mbijetuan dhe u larguan. Në vitin 2018, një letër e veçantë bëri që FBI-ja të rihapte këtë hetim. Sinqerisht, Morris ka fituar një reputacion për mendjen e tij të madhe. Në moshën 11 vjeçare, ai mbeti jetim dhe filloi të lëvizte nga një shtëpi kujdestarie në tjetrën. Ai mësoi pavarësinë dhe vetëmbështetjen gjatë atyre viteve, por kishte një prirje për t'u futur në telashe. Kur ishte 13 vjeç, ai u dënua për herë të parë për një krim. Pavarësisht gjithçkaje, askush nuk mund ta kishte parashikuar se ai do të ishte mendja pas përpjekjes më të madhe për arratisje nga burgu i Alcatrazit. Ndërsa rritej, Franklin Morris vazhdoi të merrte pjesë në aktivitete kriminale. Ai kaloi disa kohë në burgjan e mbanvendit, madje duke përfunduar në Alcatrazin e Jugut në Louisiana. Ai kishte qenë duke vuajtur një dekadë për grabitje kur u arratis nga burgu shtetëror. Franklin Morris e dinte se ishte e pamundur të kryente një arratisje nga burgu i vetëm. Ai duhet të gjente një ekip për ta ndihmuar në këtë përpjekje. Kur arriti në shkëmb, ai u bashkua me Alan West dhe John dhe Clarence Angelin. Ata ishin të burgosur në burgun e Atlantës. Vëllezërit u përpoqën të arratisen disa herë. Në fund, personat përgjegjës menduan se ata do të ishin më mirë në një burg me siguri maksimale si Alcatraz. Ata u misuan me Franklin Morris dhe Alan West gjatë kohës së tyre së bashku. Të katërt, ata kishin shumë përvojë në arratisje ose përpjekje për arratisje në të kaluarën. Ata bashkuan burimet e tyre dhe filluan të hartonin një plan për të bërë të pamundurën. Ata do të arratiseshin nga Alcatrazi. Plani që ata hartuan nuk ishte i komplikuar, por a mund të realizoni vërtet? Për një gjë atyre u duhej koordinim perfekt nëse donin të bënin këtë të funksiononte. Nuk ishte hera e parë që të burgoserit përpiqeshin të arratiseshin. Në fakt, më shumë se 30 persona u përpoqën të arratiseshin nga shkëmbi para tyre. Asnjëri prej tyre nuk ja doli. Të burgosurit e Alcatrazit bënin mobilje, këpucë dhe rroba për ushtrinë amerikane në atë kohë. Ekipi përbëj nga shkelës jo të dhunshëm që konsideroi rrallë në Alcatraz. Kjo u dha atyre avantazhin e të qenit më pak të dyshim se të tjerët. Ata filluan të vinin planin në lëvizje pak nga pak. Ishte e vështirë, por ata kishin një plan të shkëlqyer. Ata nuk planifikuan vetëm të arratiseshin nga kjo fortesë, por donin të linin kukulla në vendin e tyre. Nuk mjaftonte të arratiseshin nga Alcatrazi sepse u duhet të gjenin një mënyrë për të lënë ishullin. Në atë kohë, rojtë e burgut ishin të udhëzuar të qëllonin në vend. Siç mund ta shihni, burrat e dinin me çfarë po përballeshin. Antarët e ekipit u caktuan me detyra të ndryshme. Megjithatë, secili prej tyre duhet të gjente një mënyrë për të dalë nga qelitë e tyre kur të vinte koha për t'u arratisur. Vëllezërit Anglin u ngarkuan me përgjegjësinë për të bërë kokat e rreme që do të linin në shtretërit e tyre. Ata u bën parafërsisht nga letra higjienike, sapun, dyll dhe flokë të vërtet njerëzor nga berberhana e burgut. Ekipi duhet të punonte së bashku për të krijuar mjete që mund t'i përdornin për të gërmuar jashtë qelive dhe për të hequr bulonat në ventilime. Ata bënin çelësa dhe kazma nga objekte si lugë të kafiterisë dhe dru nga punishtja.
Çdo ditë ata punonin nga ora 5:30 e pasdites deri në orën 9 të mbrëmjes. Ata gërmuan në qelitë e tyre për të bërë vrima që mund të kalonin përmes tyre. Gjithashtu hoqën veti limet në qelitë e burgut dhe bën vrimat më të mëdha. Ata ishin me fat sepse burgu ishte në gjendje të keqe gjatë kohës së tyre atje. Muret ishin të dobta dhe të thyeshme. Uji kripur që rrithte nëpër tuba kishte degraduar me kalimin e kohës dhe kishte rrjedhur në mure. Kripa përfundimisht konsumoi çimenton, por si e dolin ta bënin këtë pa e vënë re askush? Me sa duket, të burgosurit përdorën reformën e burgut në favor të tyre. Në vitet 60 ata lejonin të burgosurit të kishin një orë muzikë çdo ditë. Ishte e vështirë të dëgjoje ndonjë gjë mbi disharmoninë që ndodhte gjatë asaj kohe. Morris luante një akordeo me zë të lartë për të mbuluar zhurmën e bërë nga gërmimi i çimentos dhe goditjet në mur. Ata përfundimisht mësuan se kishte një korridor shërbimi të pambikëqyrur në pjesën e pasme të qelive. Morris dhe vëllezërit anglin arritën të prisnin muret e qelive të tyre të burgut deri në maj të vitit 1962. Vrimat ishin vetëm aq të mëdha sa të zvarriteshin përmes tyre. Ata krijuan një trapë dhe një lek shpëtimi duke ngjitur dhe qepur bashk pallto shiu. Ata përdorën mbi 50 pallto shiu për këtë. Ata ishin të rëndësishëm nëse doni një shans për të mbijetuar në ujërat e ftohtë të gjirit të San Franciscos. Plani ishte gati, kështu që gjëja vetme që duhet të bënin ishte të prisnin që Allen West të mbaronte vrimën e tij. Ata duhet të prisnin vetëm për momentin e duhur për të bërë arratisjen e tyre. Në qershor të vitit 1962, ata morën sinjalin për të kryer planin, por ai nuk shkoi siç ishte planifikuar. West mbaroi gërmimin e vrimës së tij më 11 qershor të vitit 1962. Ai informoi tre anëtarët e tjerë të ekipit, por asnjëri nuk e priste atë që ndodhi më pas. Ata prisnin me ankth që drita të fikeshin para se të mund të fillonin. A mund të arratiseshin vërtet nga shkëmbi? Vëllezërit Anglin dhe Morris arritën të dilnin nga qelit lehtësisht. Megjithatë, Allen West nuk mundi të dilte. Ai u tha të tjerëve se ndoshta kishte llogaritur gabim madhësinë e vrimës. Franklin Morris e ndihmoi të gërmonte edhe pak më shumë nga ana tjetër. Megjithatë, nuk kishte asgjë për të bërë për këtë. Rreth orës 9:30 të mbrëmjes, ata vendosën se vetmja gjë që mund të bënin ishte ta linin atë pas. Të tretë të tjerët filluan të bënin rrugën drejt çatisë. Duke përdorur tubat e hidraulikut në korridor, ata u ngjitën 30 këmbë për të arritur në bosht. Ngjitja në çati erdhi mjaft lehtë për tre burrat. Pas kësaj, ishte koha për të kaluar më shumë se 100 këmbë për të filluar zbritjen. Ata zbritën 50 këmbë përgjatë anës së ndërtesës për të arritur në tokë. Ata bën rrugën e tyre pikërisht pranë dusheve dhe u fshen nga rojet në detyrë. Clarence Anglin, John Anglin dhe Franklin Morris nuk u pan më kurrë pas asaj nate. Ata dolën në det me trapin e tyre të improvizuar në orën 11:30 të natës. Autoritetet e burgut vunë re se ata mungonin vetëm të nesërme në mëngjes. Të gjithë të burgosurit u zgjuan nga zhurma e sirenave të forta. Ata ishin të hutuar sepse nuk mendonin se dikush do të përpiqej të arratisej. Allen West nuk u dorëzua me sa duket. Ata tashmë e kishin lënë pas, por ai vazhdoi të gërmonte vrimën për të kaluar përmes saj. Ai ja doli. Ai ishte entuziazmuar të linte qelin dhe të ndiqte të tjerët. Pasi la qelin, ai bëri rrugën drejt çatisë. Megjithatë, tre burrat nuk ishin askund në horizont. Ai nuk kishte një trap me vete dhe as dikëm për ta ndihmuar. Kishte dy zgjidhje, të notonte ose të kthej në qelin e tij. Ai u kthye në vete dhe mori vendimin për të kthyer vetëm në qeli. Ai e dinte se ata do të zbulonin arratisje në mëngjes. Autoritetet kërkuan çdo pullëm të burgut pasi ngritën alarmin të nesërme në mëngjes. West nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të bashkëpunonte plotësisht. Ai u tha atyre çfarë dinte, por ne nuk e dim nëse ai vërtet tregoi gjithçka. Ai u tha atyre se plani ishte të shkonin në ishullin Angel, të vitnin një makinë, të merrnin disa rroba dhe të ndaheshin.
Ata kishin një problem me këtë rrëfim. Nuk u raportuan makina të humbura ose të vjedhura në ishull. Kjo do të thotë që West gënjeu ata ose ata zbarkuan diku tjetër dhe ndryshuan planet. Ata kërkuan gjirin tërësisht, por nuk gjetën asnjë trup. Megjithatë, ata gjetën sende personale duke notuar në ujë të nesërmen. FBI-ja më në fund mbylli hetimin. 17 vjet më vonë. Më 31 dhjetor të vitit 1997, ata arritën në përfundimin se 3 burrat gjetën fundin e tyre në gjirin e San Franciscos. Megjithatë, marshallët e SBA-s nuk e bën këtë. Në vitin 2009, zëvendës marshalli i SBA-s i tha në PR se ka një urdhër aktiv dhe shërbimi marshallëve nuk e zhdor nga kërkimi për njerëzit. Marshallët e SBA-s ja kaluan FBI-s, e cila kreu testet në këtë copë letre. Ata kërkuan për gjurmë gishtat, shkërkuan gjurmë ADN-je dhe kryen analiza të shkrimit të dorës. Çfarë mendojnë ata? Capex, filiali i CBS-s në San Francisco, publikoi një letër dhe diskutoi hetimin. Thuhet se rezultatet e FBI-s ishin të paqarta. Një ekspert sigurie sqaroi çfarë donte të thoshte FBI-ja me këtë. Do të thot po dhe do të thot jo. Kështu që kjo lë gjithçka në dilemë. Deri më sot nuk ka përgjigje përfundimtare nëse John Anglin, Clarence Anglin dhe Frank Lee Morris dolën gjallë prej ande. Forcat e rendit kur nuk zbuluan më shumë detaje rreth letrës, kështu që mbetet një mister nëse ata kërkuan për autorin. Nëse arratisësit janë ende gjallë, John Anglin do të ishte 86 vjeç, Clarence 87 dhe Frank Morris 90 vjeç. Edhe pse ata do të ishin burra të moshuar tani, mbani mend se ata janë të kërkuar si të arratisur, të cilët do të mbajnë përgjegjës derisa të arrijnë moshën 99 vjeç. Faleminderit që na ndoqët. Nëse ju pëlqeu videoja, ju lutem shtypni butonin pëlqej.